Paketa e sigurisë në shkolla do të konsolidohet më tej duke përfshirë në të edhe problematikat e dala nga fenomeni krimit online, i cili është duke u shfaqur në forma të ndryshme. Një gjë e tillë është deklaruar nga ministri i Brendshëm Tauland Balla nga Berati gjatë vizitës në një shkollë të mesme. Kemi diskutuar me prokurorin e përgjithshëm për të shtuar një dimension tjetër te paketa e sigurisë, që lidhet me dhunën dhe format e saj online. E vërteta është që ky shqetësim na vjen nga shumë prindër. Unë personalisht marr mesazhe nga prindër që shqetësohen se vajza apo djali i tyre dhunohet online nga bashkëmoshatar të fshehur në llogari të tjera dhe që kjo ka sjellë gjithmonë një shqetësim nga ana tyre. Dua t'ju garantoj që policia e shtetit po punojnë që bashkë me prokurorinë ne të rrisim sa më shumë forcën tonë parandaluese. Pra që edhe kjo lloj forme e re të marrë një zgjidhje nga ne, por kjo ka vetëm një kusht. Kushti ynë është që të kemi sa më shumë bashkëpunim nga ana juaj. Në bashkëbisedimin që ministri i Brendshëm Tauland Balla pati me stafin drejtues të shkollës, ishin të pranishëm edhe një përfaqësi e nxënësve, drejtues të pushtetit vendor si dhe drejtues të lartë të policisë së shtetit.